Dhe një njeri që nuk e jeton islamin, pa marrë parasysh profesionin që i takon, është biolog, është kimist, është mjek, është psikolog apo çfarë do që drejtimi ka ai, duhet ta di se ka ardhur për një qëllim këtë botë. E qëllimi i tij është ta njohë Allahun, ta njohë krijuesin e vet. Ai mund ta njohë, për shembull, membranën qelizore, mund ta njohë qelizën shumë bukur, por katastrofa më e madhe është që ai nuk e njeh Allahun. Këtu bien nga provimi shumë shkencëtar. Ai njeh, bën operacion për shembull të ndërlikuar të insekteve apo të dikush ka doktoruar në bretkus, në biologji për shembull. Kur vjen puna nuk e njeh Zotin që e ka krijuar atë vet. Pra kjo është një mangësi e madhe, kjo është një zbrazdësi e madhe tek këta shkencëtarë. Andaj këta shkencëtarë nëse i rikthejnë fjalës Allahut, siç ju kthyn të kaluamën musliman e vërtet dhe bën zbulime shkencore, atëherë ne do t'ja arrijmë.